Prokuroria e Durrësit ka urdhëruar një ditë më parë sekuestrimin e dokumentacionit që lidhet me tenderin për rehabilitimin e argjinaturës së lumit Erzen dhe Bashkia e Durrësit. Ky veprim vjen pas përmbytjeve të rënda që goditën Durrësin muajin e kaluar, duke shkaktuar pasoja të mëdha materiale dhe humbje në një jetë njerëzore. Në këto kushte, prokuroria ka nisur hetimet për 3 vepra penale: shpërdorim detyre, shkatërim prone nga përmbytjet dhe shkatërim prone nga pakujdesia. Si pasojë e çarjes së argjinaturës së Erzenit, u përmbytën kryesisht fshatrat Katundi Ri, Sukth dhe Flak. Përveç tokave bujqësore, dëmet të konsiderueshme pësuan edhe banesat dhe bizneset. Situata u bë edhe më tragjike me humbjen e jetës së Astrid Hysenajt, 54 vjeç, punonjës pastrimi pranë Bashkisë së Durrësit. Ai nuk u kthye në shtëpi dhe u gjet më vonë pa jetë nga polumbarët në një kanal pranë ishrepartit ushtarak, pasi u mor nga rrjedha e fortë e ujit. Në vendimin e firmosur nga prokuroria e çështjes thuhet se duhet sekuestruar pranë Bashkisë së Durrësit i gjithë dokumentacioni që lidhet me procedurat e prokurimit, zbatimit dhe marrjes në dorëzim të projektit për rehabilitimin e argjinaturës së lumit Erzen, si dhe dokumentacionit tekniko-ligjor për lejen e ndërtimit.